Për fat keq, gjykata kushtetuese është bërë adresa vetme e politikanëve tanë të cilët dështojnë që të cilën në mënyrë normale, që të bëjnë kompromise, që të bëjnë marrëveshje tipike politike, edhe për këtë arsye tashmë edhe nënkuptohet që të gjitha bllokadat do t'i zgjidh gjykata kushtetuese. Ky është një delegim i kompetencave politike drejt kësaj gjykate dhe është shumë zhgënjyese që partitë politike, liderët politik nuk e kanë as vullnetin më të vogël, as guximin, as dijen që me sjellje politike, me kulturë politike të i kalojnë këto blokada dhe që Kosovës të mos i kushtojnë precedentet kaq shtrenjtë, me kaq shumë blokada, me kaq shumë pengesa dhe me dëme shumë dimensionale në politikë, në ekonomi, si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në ato të jashtëm.